Bravo. General, ti sigurisht ke nejtë me Hashimin Hog, presidentin, me Regjin, me gjitha tjetë, dhe më thonë, po e kini moment një rast kë e ka zënë që doktorit, dhe më thonë, s'ka orë i ka dhimë të dhomi të Salit, Sali Mustafës edhe nuk ka orë dhe të na mëndej Hashim thot që jo është nërvëzu shumë edhe, që kini posh kushtet fakt atje? Mos të harrojmë, Hashim thot që nuk është president Pahiri, as kryeministër së kompajri, as Pahiri, kryeministër, as drejtërisë politike, nuk e kanë burgos as Pahiri. Hashim thot që jo luftar, Hashim thot që ka ditë me udhëheq luftë, Hashim thot që ka shpirt luftaraku dhe normal që ku të nevoja të regon sa herë don për kundër njerëzve që mendojnë a din tash për të. Çish ke situata se shkon moment shumë interesant. interesant. Hashim thot që është personi që dënuar 20 vjet për serbëve. Që ty më thonë s'ki qef atë për mund televizion. Po unë kam qef. Po, jo urdhë i shlirë zë. Po tash vetëm më thonë shkirë s'po të vesh ne, apo se shpirti gjonçit çashtu. Po e di ai ti si ke vetë ata nuk e po. Jo, bra, s'kam pra. E kushtet shikini posni me. Shiqo. Ju kanë trajtuar po gjë keq. Shiqo, termi i burgosun, vetëm i burgosun nëse në shtëpitë tonë të lëshojnë është burg. Unë edhe këtë pjesën që na kanë lëshu, burg llogaritën. Vetëm se na kanë bërë modifikim. Burg është kufizohet liria. Po. Dhe shqiptarëve, edhe kujt do t'i kufizohet liria u burg. E vërtet. Pastaj pjesa tjetër është si ta menaxhojsh vetë dhe si i ki rrethonat e tjera sa tregosh. Ai burg, si kusht, ushqimi ka qenë i keq në kuptimin që nuk ka hunger. Agon për ne u keni pangshëm, por nuk ka problemi bukës të la. Ka problemi presionit psiqik dhe ndjenjes se i e marr pa të drejtë dhe i burgosin politik në shekullin 21. Po do është haron. Unë mendoj që marron është për Evropën dhe për drejtësinë e ardhshme ku njëherë ka më kthy Evropa me gjykatë dhe kanë këto më kry. Unë mendoj se kjo është fëmia më e madhe që u ka bërë Evropë dhe vetë drejtësisë Evropës. Bravo, e vërtet është. Se ka ndodhur shumë thashë thonë me këtë në Kosovë, domethënë që Kinsere Xhepselini sporri bashkë atje me Hashim na kanë nejt bashkë krejt. A kanë ful. Thashë themet i bojnë është i thonje e vjetër, po s'du me fy femna tona, se ato e nona tona, dhe unë nëse thëmë gratë janë nona tona dhe në pjesa ma sublime dhe ma vitale e kombit, po me thashë theme me njërës që s'kan vlerat veta, dhe dojnë më marrë me vlerat e të tjerve, duke më ndu që po hinë në jetën e tyne. Recep Selimi, po thëmë, i herë për dëshirën aty, që më kom që më konë ma shumë, që fatkesisht nuk janë, se këj popull halas o pjek, që me ditë lirin dhe vlerat e tyre, se po të ishte i pjeku, na ishte shliru që i 100 vjetë si popull tjerë. Dhe do të ne pranu këtë farë. Po në në që këtë popull ta shumë ma i pjeku, dhe për të mirën që kanë qenë me një, po ka dhejtë se ata janë shok, ma shok që në konë luft. Regja me Hashimin. Regja me Hashimin, me Jakupin, me Kadrin, me gjithë neve. Por, këta që s'kanë qenë me po bashkë, po ju të regoj se bashkë për i nati ty në janë bashkë. E si ka zëmë momenti se për publikun është interesant me përsërit, se e ke thonë për media tjerë, nëse s'ka pojtë e gazetori njur, Miku Emi edhe i emisionit Arsem Blauni që me Salin që atë muhabetin me presidentin. Po. Ban mirë me kalëzohë dhe nërë, general. S'ka lidhe sa në të mira me përsërit. Me gjithë si në intervjist mund është dhe më përsërit, kongtarët e dinë ma mirë. Kur të është interesant edhe në interes publik që ju? Sali ishte shumë smut, ishte veken në fakt. Ishte shumë smut edhe dhim të adhomit dihet sa është. Aqë fort ka pas dhimë, sa beso u dovke mu shtërngu dhe me ra me shtërngu vetin. Thërëm 2-3 mjeku, një manun një dit, hëtë për vjen 2 dit, në 3 dit, pare ka njës presidenti, tjertë na i kemi shku mrapa, Kadria, Regja, por ku ka ardhë mjeku më vonë, i tha, ti për mu si e mjek. Erdhen me vaksinu dhe në zunë protest, tha ju për mu si e një mjek, sa hish si e një mjek hish, sepse keni liu djallin shtu që ata u shqetsun buku shumë. Edhe unë mendoj që ju ka të regu venin, ta mon që dhëtë mëndu, se na pëse në burgosën nuk do të që jenë në nështrunë. E pse tjerë përveç të jetë, dhe më thonë në hauk, ti ke qenë ma i guzen, shmi thujnë që veç Nasim Haradinaj i ka full, tjerë s'po gudzojnë me full, tjerë kanë zjedhë më mbrojnë liri, pse? Pse që kjo pëndodhë? Unë jam, njështë e kanë kështë kuptu. Unë një farë mënyra pa ta morat detyrën ati bërizonit, po forcen ata ma kanë dhonë, kështu që me aprovimin e ty në janë. Bravo. E ata pëse s'kanë folë, general? Po në mëndoj ku ta qitesh një zadhanë që nuk ka nevoj ata me folë. Ku më folën edhe, ku më folën kanë folë ata. Nëse dikuj dënë me rrotollu këtë punë, janë të mashtrunë.
Edhe detyrën e ka pas Zallan si organizatë veteranëve. E vërtet. Kështu që ku ta jep detyrën në mandatin me kryer, më që i kom përfaqësuar ata, unë ju kërkoj falje nëse s'kom mujt sa kanë pas shef ata. E vërtet. Po general, ke thonë që në për intervista që domethënë ka pas shqiptarë që kanë deklaruar kundra teje. Domethënë dëshmia e por. Fakt shqiptar ku na me. Po një gazetar po. Mu konkretisht po, një gazetar i mashtruar. Se Po deklaratën që ma vënë dole edhe babai i tij që po, jo, këtu të më shiro. Ka qenë një gazetar i mashtruar prej pronarit vet, prej varësit vet, prej drejtorit vet, prej zëqëria Shabanit, që po ka qenë Halil Krasniqi, i kesh përdorur, po ma vonë e ndryshoi deklaratën e përgëzoi për ndryshimin. Mirë po ka qenë ai që pa vonë pastaj dulun edhe deklarata e para. Zëqëria Shabani ka qenë ai i cili ka komunikuar drejt për drejt me Hagen a ditë ku i kanë marrë komunikatat. Po çka ka qenë Zëqëria Shabani? Fati i shqiptarëve, se shqiptarëve shumë u kanë imu fati, ma shumë se sa kanë bë punën, fatkeqësisht. Or që ata shën përgjigjen mi kallëzu më siçet që dokumentat e mi. Se ata kanë thirrë janë të vërteta, se ata i kanë marrë për mem kompromitu mu. E kush ka qenë Zëqëria Shabani? Unë Zëqëria Shabanit nuk o djallë jam me ditë kush ka qenë, po e din ti si o kolegë është një me mjekër djallë gazetar që më ka marrë debate. Po që ma vonë babai i tij nëse s'gaboj ka dalë. Po, lexova. Po çaj është, djali i tij është. Djali, unë e di zëhet për babën e tij se di. Ka qenë bashkëpunëtor edhe pas luftës. Që faktikisht është arrestuar nga policia, ka kryer detyrën e trashëgimtarit i cili është. Po ke përmend edhe emra të tjerë, domethënë që pse ata janë sot në Hagë dhe nuk mund më mbrojt në liri, domethënë fajtori janë edhe shqiptarë. Po duket je ka ma hub temën, s'përpretoj me dalë se temën, por se do marr për diçka tjetër, ke premtuar se do të jetë me Meloci këtu. Dhe është hera dytë që je kam rënë. Ja, unë si do të rajtë me Meloci. Ja, hera por... Regjia nëse mërësh... Pa qit regjia. Pa qit regjia. Po tëmë për më rënë, i ti ka do tash kusht ka rajtë ty, në ke thirë në kohë që po vjen me Meloci dhe i gatshëm me dalë. E vërtet. Më ke thonë që ka pranu, i ke ka dhe ka pranu si delë. Po e vërtet. A i ka pranu se ka ditë që unë i kom të ndaluara, i kom pas me gjyq, i kom pas të ndaluara media. Dhe aja ka shfrytzu ato se unë i sigur që unë zvi. Me për në atë kom thonë që unë e thej ato, shkojnë bërë gapet edhe vi aty. E vërtet. Ku i ke thonë po vi, në ke thonë ka qu letër që e më smut tash kështu. Dhe një o mas teje, unë përgëzoj për gudzimin që je i pori që këta o të bash, i ki qitë në intervist me i pru. Po e vërtet, falë Me pa diçka, ki bo ballë, edhe pëse se ki bo atë sukses, po mëllime shqetarë pëse se ki. Ki bo ballë si ju dhe zemër tjerve me ngajtë, edhe shumë mirë bonë ata. Por tash, në theja sonë të që ajo shtu edhe unë e erdha. Mendova që po vjen burë, se ai ka thonë edhe në debat plus, nëse s'gaboj ka thonë, thënë kur dënë e kur dusha, ka thonë që? Ja, debat plusit i ka thonë që ashtu aty, po ati i ka thonë mësë me pru dhe o ardhë me kontrot, këtë ka është ka thash. Ka ardhë me kontrot që kërkon mësë me apru parë, më koni vetëm për vetëm, por mjeku më theja ja ka nalu, e vërtet. Mashnjova u shnosh. Ti kom qullu dhe fatë të mirë, Mashnjova u shnosh.